Ai e urdhëroi asaj të shtirej si gruaja e tij përpara 200 milionerëve. Por kur ajo hapi gojen, askush nuk e priste përgjigjen që do ta ndryshonte gjithçka përgjithmonë. Fabian Silva Monti qëndronte përpara pasqyrës në dhomën e tij, duke rregulluar kravatën për herë të pestë, kur telefoni filloi të binte. Ishte pothuajse mesditë dhe eventi më i rëndësishëm i karrierës së tij si sipërmarrës do të ndodhte pas pak orësh. 200 investitorë ndërkombëtar do të ishin të pranishëm në sallonin madhështor të hotelit Brandorak, duke pritur të njihnin jo vetëm projektet e tij revolucionare, por edhe bashkëshorten e tij të ardhshme, Izabela. Telefoni vazhdonte të binte me këmbëngulje derisa ai u përgjigj me padurim. Fabian, duhet të flas me ty urgjentisht. Ishte zëri i Izabelës, por kishte diçka ndryshe, një ton që ai nuk e kishte dëgjuar kur më parë. Izabela, a je mirë? Po përgatitesh për eventin? Fotografët mbërrin për 2 orë. Heshtje nga ana tjetër e linjës, një heshtje që zgjati shumë, mjaftueshëm sa stomaku i Fabianit të shtrëngohej në një mënyrë të çuditshme. Fabian, unë nuk do të mund të vi sot në event, si nuk do të vish? Zëri i tij u bë i ashpër. Janë 200 investitorë, njerëz që kanë fluturuar nga vende të ndryshme për të na njohur si çift. Partneriteti ynë biznesor varet nga kjo. Pikërisht për këtë duhet të flas me ty Fabian, nuk mund të vazhdoj më me këtë farsë. Nuk mund të shtirem sikur të dua, kur zemra ime i përket dikujt tjetër. Bota e Fabianit u ndal. Fjalët e Izabelës kumbuan në mendjen e tij si jehona në një shpellë bosh. Ai ul në buzë të shtratit, i path të përpunonte plotësisht atë që po dëgjonte. Dikujt tjetër? Për çfarë po flet? Dasma jon është javën tjetër. Ftesat janë dërguar. Kisha është rezervuar. E di. Dhe më fal që po ta them tani, por nuk pata guxim më parë. Takova dik, Fabian. Dik që më bën të ndihem vërtet gjallë. Nuk mund të martohem me ty duke e ditur se do të ishte e padrejtë për të dy. Fabiani ndjeu sikur dikush e goditi në stomak. Për 2 vjet ai kishte ndërtuar jo vetëm një marrëdhënie me Izabelën, por edhe një aleancë të fortë biznesi. Ajo ishte vajza e njërit prej investitorëve më të mëdhenj të São Paulos dhe martesa e tyre përfaqësonte më shumë se një bashkim personal. Ishte bashkimi i 2 perandorive ekonomike. Nuk mund të ma bësh këtë sot. Jo sot. Më fal, Fabian. Nuk mund të jetoj një gënjeshtër. Telefonata u mbyll, duke e lënë Fabianin vetëm me heshtjen shurdhuese të dhomës së tij. Ai shikoi përreth suitës luksoze të rezidencës, duke parë të gjitha përgatitjet për jetën që kishte imagjinuar, fotografit të tyre në korniza argjendi, ftesa dasme mbi komodin, unaza që kishte kushtuar më shumë se një apartament. Një trokitje e lehtë në derë e nxori nga mendimet. Zoti Fabian? Ishte zëri i Eduardo Santos, punonjëse së shtëpisë që punonte aty prej vitesh. A mund të hyj? Ju solla kafen. Hyr, Eduarda. Edona Santos hapi derën me kujdes, duke mbajtur një tabaka me kafe dhe biskota. Ishte një grua e bukur, me tipare delikate dhe sy shprehjes që gjithmonë kishin tërhequr vëmendjen e Fabianit, edhe pse ai kur nuk e kishte treguar këtë. Ajo punonte në rezidencë me një përkushtim të jashtëzakonshëm, gjithmonë diskrete, gjithmonë efikase. Kur pa gjendjen e Fabianit, ajo ndaloi menjëherë. Ai ishte ulur në buzë të shtratit, me kokën mes duarve. A jeni mirë? Fabiani ngriti kokën dhe Edona pa diçka që nuk e kishte parë kur më parë në sytë e tij, cenueshmëri të pastër. Edona, a të ka ndodhur ndonjëherë që jeta jote të shkatërohet për disa minuta? Ajo e vendosi tabakan mbi tavolinë dhe u afrua me kujdes. Çfarë ka ndodhur? Izabela e anuloi martesën sot. 2 orë para eventit më të rëndësishëm të karrierës sime. 200 investitorë po presin të njohin bashkëshortën time dhe unë nuk kam më nuse. Edona ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Ajo e dinte sa shumë rëndësi kishte ajo mbrëmje për të. Ndoshta mund ta anuloni ose ta shtyni eventin. Është e pamundur. Nëse anuloj tani, do të më shohin si të paqëndrueshëm. Kredibiliteti im do të zhduket. Fabiani filloi të ecte nervoz në përdhom. Kam nevojë për një zgjidhje. Kam nevojë për dikë që të shtiret si gruaja ime për disa orë. Dikë elegante, inteligjente. Edona e vështroi në heshtje. Zoti Fabian, po vuani për largimin e Izabelës apo për pasojat në biznes? Pyetja e ndali në vend. Nuk e di. Ndoshta kjo është përgjigjja. Pas një pauze të gjatë, ai foli, a do të shtireshe ti si gruaja ime sonte? Heshtje totale.
Unë jam punonjësja juaj e shtëpisë, ti ke më shumë klasë dhe inteligjencë se shumë gra të shoqërisë së lartë që njoh. Edona mendoi për vajzën e saj, Sofin, të shtruar në spital. Shpenzimet mjekësore e kishin rënuar financiarisht. Nëse e bëj këtë, mund të kërkoj diçka në këmbim? Çfarëdo qoftë. Vajza ime ishte e shtruar në spital. Nuk arriti paguaj shpenzime. Konsideroje të zgjidhur. Do të paguaj gjithçka. Ajo mori frym thellë. Mirë. Do t'ju ndihmoj. Brenda një ore, një ekip i tërë e transformoi Edonën. Kur ajo zbriti shkallët, Fabiani mbeti pa fjalë. Fustani blu i errët, flokët e mbledhura me elegancë, qëndrimi i saj gjithçka kishte ndryshuar. Në hotel, Edona shkëlqeu. Ajo fliste për ekonomi, qëndrueshmëri, tregje në zhvillim. Investitorët mbetën të mahnitur. Gruaja juaj është e jashtëzakonshme, i tha një investitore britanike Fabianit. Në fund të mbrëmjes, në terracën e hotelit, Edona foli me qetësi, ju nuk kishit nevojë për një grua të rreme. Vetëm për të qenë vetvetja. Fjalët e saj e goditën thellë. Të nesërmen në mëngjes, gjithçka dukej sikur ishte kthyer në normalitet. Edona ishte sërish me uniformë, e rezervuar. Por një telefonat ndryshoi gjithçka. Investitorët e donin Edonën si folse në një seminar ndërkombëtar. Fabiani e kuptoi se gruaja që kishte nënvlerësuar për vite me radhë ishte, në të vërtetë, dikush i jashtëzakonshëm, dhe kjo ishte vetëm fillimi. Sot kthehemi në realitet. Çfarë realiteti, Edona? Realiteti ku unë fshej inteligjencën time, ku shpërdoroj potencialin tim duke pastruar shtëpi. Ky është realiteti im, zotëri Fabian, dhe funksionon mirë për të gjithë. Fabiani ju afrua asaj ngadalë. Margareta Williams më telefonoi pak më parë. Ajo dëshiron të na ftoj të ligjërojmë në një seminar ndërkombëtar në Londër për qëndrueshmëri sipërmarrëse dhe ekonomi qarkulluese. Edona u zbe. Unë nuk duhej të kisha folur për këto gjëra mbrëm. Pse jo? Ti tregove një uri që impresionuan disa nga sipërmarrësit më me përvojë në bollë. Sepse nuk ishte vendi im. Unë isha aty vetëm për t'ju ndihmuar, jo për të dhënë mendime mbi çështje biznesi. Përgjigjja e Edonës e irritoi Fabianin më shumë se sa ai e priste. Edona, ti ke një mendje brillante. Pse këmbëngull ta zvogëlosh veten? Ajo e shikoi për herë të parë që nga momenti kur ai kishte zbritur në kuzhinë. Sepse burra si ju nuk punsojnë gra si unë për të mbajtur ligjërata ndërkombëtare. Ju punsoni gra si unë për të pastruar shtëpitë tuaja dhe për t'u kujdesur për fëmijët tuaj. E vërteta e ashpër e fjalëve të saj ishte si një shuplak për Fabianin. Kjo nuk është e drejtë ndaj meje. Nuk është e drejtë, zotëri Fabian. Ju keni punuar me mua për vite dhe kur nuk më pyetet për arsimimin tim, për ëndrat e mia, për atë që mendoj për çfarëdo gjëje. Për ju, unë kam qenë gjithmonë vetëm punëtorja efikase që mban shtëpinë në rregull. Fabiani nuk mund ta mohonte. Ajo kishte të drejtë. Ke të drejtë, Edona, dhe më fal për këtë. Por mbrëm ishte ndryshe. Mbrëm pash kush je ti në të vërtetë. Dhe çfarë do të bëni me këtë informacion? Pyeti ajo me sarkazëm. Do të më promovoni si konsulente biznesi? Ironia në zërin e saj e lëndoi më shumë se sa ai e priste. Ndoshta mund të gjejmë një mënyrë për çfarë? Për të më shndërruar në dikë që nuk jam. Zotëri Fabian, unë kam një vajzë për të mbajtur. Kam nevojë për stabilitet, jo për fantazi mbi ligjërata ndërkombëtare. Telefoni ra sërish. Këtë herë ishte Carlos Mendoza, gazetari i revistës Sipërmarrësit e Brazilit. Fabian, mirëmëngjes. Kam dëgjuar për suksesin e eventit të mbrëmshëm dhe do të doja të bëja një reportazh për ju dhe bashkëshorten tuaj. Nga sa mora vesh, ajo la një përshtypje të jashtëzakonshme tek investitorët. Fabiani e shikoi Edonën, e cila tunte kokën me forcë. Carlos e vlerësoi interesin, por do të ishte një artikull balline, çifti fuqia e biznesit. Titullin e kam gati. Kur mund ta planifikojmë? Më duhet të kontrollojmë agjendën dhe do t'ju kthej përgjigje. Kur mbylli telefonin, Edona tashmë po ngjitej shkallëve. Edona, prit. Ajo ndaloi, por nuk u kthye. Zotëri Fabian, duhet ta kuptoni diçka. Mbrëm ishte magjike edhe për mua. Prej vitesh nuk isha ndjer inteligjente, e aftë, e vlerësuar, por ishte vetëm një natë, një fantazi e bukur që tani duhet të përfundoj. Pse duhet të përfundoj? Ajo u kthye ngadalë. Sepse nuk i përkas asaj bote. Dhe sa më gjatë të shtirem sikur i përkas, aq më e dhimbshme do të jetë kthimi në realitet.
Më vonë atë ditë, ndërsa Fabiani ishte në mbledhje me bordin drejtues, Edona u ngjit në zyrën e tij për të organizuar disa dokumente. Mbi tavolinë gjeti një dosje të hapur me informacione për seminarin në Londër. Pa mundur t'i rezistonte, filloi të lexonte. Tema ishte qëndrueshmëria dhe zhvillimi social, e ardhmja e biznesit. Propozime për ekonomi qarkulluese, investime sociale, teknologji të pastra, tema që ajo i kishte studiuar thellësisht gjatë universitetit, përpara se të detyrohej t'i braktiste studimet. Ishte aq e përqendruar sa nuk e dëgjoi Fabianin të hynte. Interesante? Pyeti ai. Ajo u trem. Më falni. Po organizoja dokumentet. Edona, ndalo. Nuk ke pse të shtireshe me mua. Pash si të ndritën syt kur fillove të lexosh. Ajo e mbylli dosjen. Nuk ka rëndësi sa më intereson. Nuk është për mua. Fabiani u ul në buzë të tavolinës. Po sikur të ishte? Si kështu? Po sikur të them se dua të vish me mua në Londër si konsulentja ime e biznesit, si partnerja ime, jo si punonjësja ime duke u shtirur si gruaja ime? Edona e shikoi sikur ai të kishte humbur mendjen. Zotëri Fabian, nuk mund të jeni serioz. Jam shumë serioz. Mbrëm tregove një uri që unë nuk i kam. Perspektiva që impresionuan investitorët. Unë nuk kam diplom. Nuk e kam përfunduar universitetin. Ke diçka më të vlefshme se diploma. Ke inteligjencë natyrore, ndjeshmëri për të kuptuar njerëzit dhe një këndvështrim unik mbi zhvillimin social. Edona u ul në karrigen përballë tij. Pse po e bën këtë? Sepse mbrëm më shpëtove. Jo duke u shtirur si gruaja ime, por duke qenë vetvetja. Po familja juaj? Miqtë tuaj? Çfarë do të mendojnë kur të zbulojnë se gruaja juaj është, në të vërtetë, ish punonjësja juaj? Fabiani heshti për një moment. Nuk e di. Por e di që nuk mund të shtirem sikur mbrëm nuk ndodhi. Telefoni ra sërish. Ishte Thomas Andersoni nga New Yorku. Fabian, ende jam i impresionuar nga prezantimi i mbrëmshëm, veçanërisht nga bashkëshortja juaj. Ajo ka një vizion mbi zhvillimin e qëndrueshëm që rrallë e shon në botën korporative. Fabiani e vuri telefonin në altoparlan. Faleminderit, Thomas. Kemi një propozim. Po krijojmë një fond investimi për teknologji sociale në Amerikën Latine. Na duhet dikush që kupton si biznesin ashtu edhe ndikimin social. Bashkëshortja juaj do të ishte perfekte. Edona hapi sytë e habitur. Është një mundësi me $10 milion investim fillestar. Pagë drejtoresh ekzekutive. Heshtje totale. Edona, ti mund ta bësh këtë, tha Fabiani. Si? Jam punonjëse shtëpie. Pse jo? Sepse kam një vajzë 5 vjeçare të shtruar në spital, sepse dje shqetësohesha nëse do të kisha para për ilaçet e saj. Zëri i saj u thye. Vajza ime Sofia beson se nëna e saj mund të bëjë gjithçka. Çfarë ndodh kur ajo të zbuloi se nëna e saj pati mundësinë të ishte dikush i madh dhe nuk pati guxim? Atëherë pranoje. Kam frikë. Edhe unë. Por ndonjëherë frika është shenjë se jemi gati të bëjmë diçka të rëndësishme. Ata u panë për një çast të gjatë. Nëse pranoj, gjithçka ndryshon. Gjithçka tashmë ka ndryshuar, Edona. Telefoni ra përsëri. Ishte Margareta Williams nga Londra. Banka Botërore dëshiron që Edona të drejtojë një projekt pilot për mikrofinanca të qëndrueshme në Amerikën Latine. Buxhet fillestar, $50 milion. Edona u mbështet në tavolinë, e tronditur. $50 milion, ata duan t'ju takojnë javën tjetër në Londër. Kur mbyllën telefonin, heshtja ishte e thellë. Po nëse dështoj? Pyeti Edona. Po nëse jo? U përgjigj Fabiani. Më duhet të mendoj për Sofin. Pikërisht për këtë duhet ta pranosh. Pak më vonë, një telefonat tjetër. Ishte Carla Rodriguez nga një program televiziv kombëtar. Duam t'ju ftojmë në emisionin Gratë që bëjnë diferencën. Edona mbuloi receptorin. 10 milion shikues, pëshpëriti. Fabiani e mori telefonin dhe e menaxhoi situatën. Kur mbaroi, Edona u ul, e tronditur. Një javë më parë po pastroja banjo. Tani më duan në televizion. Nuk je mashtruese, tha Fabiani, duke u ulur pranë saj. Ke vizion të vërtetë. Po nëse nuk ja dal, atëherë do të mësosh, do të rritesh. Edona mori frym thellë. Dhe propozimi juaj për martesë? Mendoje me qetësi.
Kam nevojë ta di nëse kam dikë vërtet në krah. Fabiani e pa drejt e në sy. Kur të shoh duke shkëlqyer, kur shoh pasionin tënd për të ndryshuar botën dhe mënyrën si kujdesesh për vajzën tënde, ndjej diçka që nuk e kam ndjer kurrë më parë. Krenari për ty dhe një dëshirë të thellë për të qenë pjesë e rrugëtimit tënd, çfarëdo që të jetë ai. Përgjigjja më në fund erdhi, e qartë dhe e patundur. Po, tha Fabiani me zë të qetë, por të vendosur. Dua të martohem me ty, Edona. Jo për mbrojtje ligjore. Jo për leverdi biznesi. Dua të martohem me ty sepse nuk arri të imagjinoj një të ardhme ku ti të mos jesh pjesa qendrore e jetës sime. Edona heshti për një kohë të gjatë. Jo nga pasiguria, por nga pesha e asaj që po dëgjonte. Po nëse nuk funksionon? Pyeti më në fund. Po nëse zbulojmë se jemi njerëz shumë të ndryshëm? Fabiani buzëqeshi lehtë dhe u afrua. Atëherë do ta zbulojmë bashkë. Por nëse funksionon? Nëse funksionon vërtet do të ndërtojmë diçka të jashtëzakonshme, si në jetën tonë personale, ashtu edhe në atë profesionale. Në atë çast, telefoni ra përsëri. Ishte Sofia, duke telefonuar nga shtëpia e gjyshes. Mami. Të pash në televizor. Tha ajo me entuziazëm. Gjyshja tha që u bëre e famshme. Zemra e Edonës u mbush me emocion. Nuk jam bërë e famshme, zemra ime. Thjesht kam filluar një punë të re. Por të gjithë po flasin për ty. Mësuesja pyeti nëse nëna ime është ajo Edona që po ndihmon njerëzit me para. Edona ngriti sytë dhe pa Fabianin, i cili po e dëgjonte bisedën me një buzëqeshje të ngrohtë. Kur të kthehesh në shtëpi, mami do ta shpjegoj gjithçka, në rregull? Në rregull. Ah, mami, si është Sofia e vogël? Edona u ngrys. Sofia e vogël ishte emri që vajza i kishte vënë kukullës së saj gjatë ditëve në spital. Është mirë, zemra ime. Pse po pyet? Sepse sot kishte temperaturë si unë kur u sëmura. Gjyshja tha që ndodh kur dikush është shumë i shqetësuar. Zemra e Edonës u shtrëngua. Kur të vi në shtëpi, do të kujdesemi bashkë për Sofin e vogël, dakord? Dakord. Ah, mami, gjyshja do të di nëse do të martohesh me burrin e bukur që doli në gazetë. Edona u zbe. Gjyshja e pa gazetën? Po. Tha që dukeshe shumë elegante dhe shumë e lumtur. Kur telefonata mbaroi, Fabiani ende po buzëqeshte. Vajza jote është e mrekullueshme. Ajo është gjithë bota ime, tha Edona me zërin që i dridhej. Dhe për këtë arsye duhet të jem e sigurt për çdo vendim. Ajo mori frym thellë. Kur Sofia ishte në spital, kaloja netë të tëra duke e parë të flinte dhe duke pyetur veten nëse isha një nënë e mirë, nëse po i jepja gjithçka që meritonte. Fabiani ju afrua, i prekur nga brishtësia e saj. Edona, ti je një nënë e jashtëzakonshme. Si mund ta dish? Pyeti ajo. Ti mezi më nje. Të njoh, tha ai me bindje. Një grua që la mënjan ëndrat për vajzën e saj. Që punon pa u lodhur. Që edhe përballë një jete të re, vë fëmijën mbi gjithçka. Lotët e Edonës rëshitën. Kam frikë të dështoj sidomos me këtë vendim. A mund ta njoh Sofin? Pyeti Fabiani. Zyrtarisht. Si dikush që do të jetë pjesë e jetës së saj, nëse pranon të martohesh me mua. Ajo e pa me kujdes. A je i sigurt? Ajo është 5 vjeçe, plot pyetje, plot energji. Nëse do të kërkoj për grua, dua të njoh njeriun më të rëndësishëm të jetës sate. Atë pas dite, Edona shkoi ta merrte Sofin. Gjatë rrugës i shpjegoi gjithçka. Mami duhet të tregoj diçka të rëndësishme. Është për burrin e bukur të fotos? Si e di? Gjyshja tha që kur dalin bashkë në gazetë, zakonisht martohen. Kur arritën, Fabiani i priste në salon me rroba të thjeshta. Sofia, ky është Fabiani. Fabian, kjo është vajza ime. Përshëndetje, Sofia. Nëna jote ka folur shumë për ty, Sofia e vështroi seriozisht. Ti je shumë i gjatë. Fabiani qeshi. E vërtet, mami tha që do të martohesh me të. Fabiani u ul në gjunjë. Vetëm nëse mami dëshiron. Dhe vetëm nëse ti më pëlqen. Pse duhet të më pëlqesh? Sepse ti je më e rëndësishmja për të. Sofia mendoi. Të pëlqen akulloria? Shumë. Ajo buzëqeshi. Atëherë mund të rish. Më vonë, Edona u kthye nga Fabiani. Për martesën, ke vendosur? Ajo pohoi. Po. Pranoj të martohem me ty, por me kushte.
Çfarë do? Sofia gjithmonë e para. Gjithmonë. Dhe pa nxitim. Në ritmin ton. E dona buzëqeshi mes lotësh. Për herë të parë, ajo nuk po zgjidhte vetëm një burr. Po zgjidhte një familje.